Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke, që janë mbushur sot gjitha, me kauzën tuaj, ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësja dheut, u gjet i korruptuari, dhe ai është kryeministri juaj. Kjo është një pjesë e shkëputur nga deklarata e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ditën e hënë i zën ngushtë nga protesta e së shtunës në Zvornec dhe vazhdimi i saj të dielën në fundjavë në Tiranë e ka detyruar të japë sqarime për opinionin publik. Duhet theksuar se në protestën e së dielës morën pjesë edhe banorët nga Baks Riolli dhe protesta nisi nga drejtoria e policisë Tiranë për të zhvendosur te Ministria e Brendshme dhe për të ndalur tek kryeministria. Vetë kryeministri Edi Rama tentoi të shpëtoj furtunën së Zvërnecit, duke zhvendosur fokusin nga protestat e zhvillimi 4 miliardë euro. Një lojë e pastër numrash për të mbuluar faktin se rreth 45% e popullsisë në Shqipëri konsiderohet në rrezik varfërie, sipas Eurostat, kurse plazhi i Virgjë i Zvërnecit po privatizohet për një elitë të vogël. Ky nuk duket si zhvillim, por si tjetërsimi i një pasurie kombëtare. Pavarësisht deklaratave të kryeministrit dhe eshtjes së aktorëve kryesor politik në vend, ngjarja e Zvërnecit nga një protestë lokale është transformuar në një protestë kombëtare. Me sa duket kjo protestë mund të kthehet në një ortek që mund të zëri sipër të gjithë klasën politike shqiptare. Zhvillimi i projektit të Zvërnecit nuk do të kalonte pa shumë bujë dhe shenjat e para do të shfaqeshin në fundjavë, kur policia private do të mbulonte me sprajt protestuesit dhe policinë e shtetit, e cila ishte e stepur nga njësia e kompanive private. Protesta do të arrinte kulmin kur policia private do të rrëmbente para syve të policisë së shtetit njërin nga protestuesit dhe do të adhunonte, gjë e cila do t'i kushtonte vendin e punës drejtorit të policisë Vlorë. Vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Skënderi Hitaj do t'i ishte 2 licencat kompanive private Myrto Security dhe Major Security, që ishin të përfshira në ruajtje në zonës së rrethuar. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit të saj dhe informacioni pas sakti përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Njëri nga rojet private do të vendoset nën arrest me kërkesë të prokurorisë së Vlorës dhe policia e shtetit do të hapte një hetim për të gjithë zinxhirin komandues të policisë së Vlorës për shkak të mënyrës se si u menaxhuan mbrojtja e protestës në Zvornec. Sot që po flasim tani, që flasim, vazhdojmë punojnë për të paraqitur studimin mjedisor. Nuk e kemi të paraqitur akoma studimin mjedisor, e kuptoni apo jo? Domethënë lufta zhvillohet sot për sot vetëm me një gjë konkrete, me një gardh të shëmtuar skandalos me tela me gjëmba, për të cilin kompania që ka marrë përsipër këtu të bëj gardhin do paguaj një gjop të majme. Në fakt, gardi nuk dan vetëm ish pronarat nga Zvërneci, por edhe shqiptarët për një nga zonat më të bukura në Shqipëri, e cila është peizazhi mbrojtur dhe si e tillë pasuri publike. Pyetjet që shtrohet sot janë: cilat janë zonat ku do të ndryhet në Zvërnec dhe si do të mbrohet peizazhi i mbrojtur? Pse nuk nxori kryeministri hartën se ku do të ndërhyet, vlerësimin e ndikimit në mjedis, por ashtu si policia e shtetit nuk nxjerr dokumente dhe nuk tregon se si do të zhvillohet ky projekt. Një detaj tjetër i rëndësishëm është dhe fakti se pati reagime nga shteti grek pasi personi i dhunuar ka në shtetësi greke. Natyrisht kjo ushqeu edhe narrativën që i vjen për shtat kryeministrit tonë, pasi sipas tij kjo është një mundësi e artë për Shqipërinë për të rritur cilësinë e turizmit dhe konkurrentët nuk e duan zhvillimin e vendit. Sulmet politike mbi projektin nga forcat brendshme që predikojnë ose të kthehemi në komunizëm ose urrëtitjen ndaj shteteve tjera apo nga forcat jashtme nuk e duan këtë projekt. Nuk e duan. Shumë e thjeshtë. Nuk e duan. Kjo është konkurrencë. Mirë, po pyetja është, çfarë përfitojnë shqiptarët nga ky investim, i cili u heq aksesin te ky plazh unik publik? Intervistat në terren dhe dokumentet e siguruara nga Media 60 pasqyrojnë dyshime të forta për falsifikim të dokumenteve të pronës, gjë e cila ka vendosur në lëvizje prokurorinë e posaçme. Bashkia ka topograf, ka inxhiniera, ka çfarë të doj. Zhvilloj menaxhimin e tokës nga e para, sepse menaxhimi nuk është bërë sakt dhe ato letra janë të qëndisura
Dhe unë vetë për 8 vjetë që kam qenë kryetar fshati, kam dërguar letra qeverisë. Sali Berishës, e keni atje. Më ka kthyer përgjigje. Elam Sharës i ka kthyer përgjigje. Të gjithëve me radhë, ministrave, të gjithë e din këtë punë. Dhe të gjithë gënjejnë. Dhe thonë se këtu është bërë menaxhim. Nuk është bërë menaxhim e vëllezër. Gënjejnë. Gënjejnë për interes të tyre. Edhe sot që flasim në teren janë hequr telat me gjemba, por nuk ka një tabelë sipas ligjit për ndërtimin e cila të tregoj kompaninë që ka pronën, investitorin dhe kompanitë zhvilluese në teren që po ndryrojnë në habitatin natyror. Hilja qëndron në faktin se akoma nuk është bërë publik raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis. Shoqata shqiptare e ornitologjisë ka arritur të sigurojë VNM paraprake dhe ka publikuar disa faqe, ku ngrihen pikpyetje se si mund të realizohet ky projekt pa dëmtuar ekosistemin dhe peizazhin e mbrojtur. Të gjitha organizatat mjedisore kombëtare dhe ndërkombëtare si PNEA dhe Euronatyr e kanë quajtur ndryrjen në zërnec të palishme. Janë të palishme, pasi nuk bëhet fjalë vetëm për ligjin e zonave të mbrojtura, që ketë interpretime të ndryshme në situatën që është, ke përfshirjen e publikut, ke konsultimi publik, ke përfshirjen e palëve të interesit, ke ligjin për VNM, pra janë një sër ligjesh të cilat duhet respektuar dhe kanë procedurat e tyre për të ndjekur përpara se të vinë në një situatë që ndërhyrjet të ndodhin në teren. Këto janë pamje nga tereni, ku dhuna qindra vjeçare janë shkatruar nga ndërhyrjet e kompanive private, gjë e cila rrezon deklaratën e Kryeut të Shtetit për mbrojtjen e kësaj zone. Peizazhi mbrojtur Pish-Poronart shtrihet përgjatë ulësirës projektetare midis bryterëve të lumenjve Vjosa dhe Sema, duke përfshirë një mozaik unik ekologjik të përbërë nga laguna e Nartës, duna tranore, pyjet me pishë të egër e të butë, kriporet dhe ligatinat. Kjo zonë mbart një rëndësi të jashtëzakonshme ndërkombëtare për biodiversitetin, pasi klasifikohet si zonë emerald dhe zonë kyçe për shpendët, sepse shërben si një stacion kritik për folizimin, ushqimin dhe dimërimin e mirave shpendëve ujore, ku dallohen popullatat e flamingove dhe pelikanit kaçurel. Sipas Eltona Arizaj, ish inspektor i zonave të mbrojtura në fshatin Zvërnec, kjo është një zonë ku nuk janë lejuar ndryrjet. Ka disa statuse të mbrojtura nga institucione mjedisore europiane dhe qeverive shqiptare. Ka status të mbrojtur, zona buferike dhe zona me vlera shumë të mëdha për ekosistemet dhe habitatet e florës së rrallë dhe të mrekullueshme të kësaj zone. Krahas pronësisë që kanë banorët e Zvërnecit, asnjëherë këtu nuk është lejuar që të ndërtohej. Zanafilla e problemit është statusi i kësaj prone, e cila përgjatë viteve ka qenë burim konflikti pasi ish pronarë përplaseshin me ish zyrtar apo persona që kanë dashur ta marrin në mënyrë të kundërligjshme. Toka është e regjistruar në hipotekë prej shumë vitesh. Dhe negociatat me pronarët, transaksion me pronarët janë një çështje mes palëve në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk ka qenë nevoja të hymë dhe as nuk kemi pas asnjë interes të hymë. Ka raportuar tokë në përdorim. E kuptoni që bë tokë në përdorim. Gënjeshtra më e madhe që ekziston. Zvërneci kooperativë bujqësore nuk ka qenë ndërmarrje shtetërore, që të vepronte Komisioni i Kthimit të Pronave që është shkuar ai duti numër 1, sepse ai e ka bërë gjithë orë, që nuk kishte asnjë të drejtë Komisioni i Pronave të ndërhynte në tokat e kooperativës bujqësore. Njëri nga banorët në fshatin Zvërnec pretendon se po i merret prona në mënyrë të kundërligjshme. Urdhën e shkota, mos është bërë si u Guantanamo është bërë. Nuk në unë do të vetë të përgjë, të sashtë dhe të edhe instancë që aty, kam bërë denoncim dhe në polici, kam bërë dhe në prefektur, kam bërë. Sipas ish pronarit, gjërat janë komplikuar nga vendimi që ka marrë gjykata e shkallës së parë Vlorë. Ke filluar apel në gjykatën e shkallës së parë këtu në Vlorë, të cilin një gjyqtar kamikaz, për mua është kamikaz sepse ka bërë mishmash pronat e Vlorës. Po ai një fytyrë me duke i thënë, ore i thash, por do dokumenta, pse më tha më do hapsh luftën e tretë botërore ti më tha më? Jo të tretë i thash, po do hap edhe të katërt i thash për të mbrojtur pronën time. Dokumenti 21 maj 2026, ku Minella Balliu ka dorëzuar ankesën te prefekti i Vlorës, Evi Salushi, është hapi i parë zyrtar për të bllokuar këtë projekt, pasi asnjë punim nuk mund të kryhet mbi një pronë me konflikt të hapur civil penal. Prona tani aktualisht është në dorën e shtetit, sepse është në proces gjyqësor. Kur marrë gjyqi atëre po.
Në fillim të javës, PAK ka ndryrë zyrtarisht duke regjistruar një hetim kryesisht për investimin në zonën e mbrojtur të Zvërnecit dhe peizazhit të mbrojtur Vjos Nart. Çështja po hetohet nga prokuroria e posaçme Elida Kaçkini dhe hetimet po ndalen në skemën e dyshuar të tjetërsimit të pronave nëpërmjet falsifikimit dhe pastrimit të parave.